Nuk duket logjike për shija thot krejt ndryshe. Besoj që e keni pa trendin e fundit, ku janë chipsa me çokoladë, një snacks që ka vërshu rrjetin. Vendosa me përgatit, ku shkriva çokoladë bardhë dhe zezë, me idenë që me kriju një shije sa më të mirë. Kështu që do të thotë që ju mundi me përdor çfarë do lloj çokoladë që preferoni. Gabimi mund të bëhet veç te zgjedhja e chipsit te ky eksperiment. Zgjedhni Vipa Chips dhe ajo classic, do të thonë tipa classic, jo shije tjera, jo brende tjera. Pasi kemi shkri çokoladën, peshene që ka fillu më bu salma kremoze, edhe e lojmë derisa të përgatitet, përgatisim anën tjetër Vipa Chipsin, Vipa Classic, vendosim gjysmën e chipsit, varësisht se si duam që të jetë ajo. Këtë rastin kam marrë një Vipa të madh dhe kësaj radhe, do të thonë kam filluar të bëj shtypjen e chipsave. Dhe pastaj i shtuajmë çokoladë sipas dëshirës. Unë ju rekomandoj që me pas më pak çokoladë dhe më shumë chipsa në mënyrë që të bëhet sa më e shishme. Pasi kemi përgatitur përbërësit dhe përzim, do të thonë veç me dy përbërës ne arrim me pas edhe me përgatit snacks që janë të jashtëzakonshëm për me hangër. E di që kjo është pak e çuditshme, por kjo është magjia e kontrastit. Përgatitim ëmbël edhe njëll ku buojnë sniksa, të cilat pasi kemi ngrirë, janë kështu. Edhe çka tjetër përveç se me anisa me provu, me pase çfarë ka dalë. Nuk e di a ju ka ardhur juve, po mund këto raste kur nuk di qysh me shpejt që po ma kona, më vjen me kajt, emocionohuna dyqysh. Bashkë me kajt më vekin që të rast, edhe qysh kërsit ke, u do ke krokante e ëmbël e njëll të natë mirat, krejt me një snacks. Shihemi në videot e radhës. Me eksperimentet